Garda revolucionare islamike e Iranit ka marrë zyrtarisht përgjegjësinë për lëshimin e raketave balistike në bazën ajrore amerikane Al Udeid në Katar, duke thënë se kjo ishte një përgjigje ndaj sulmit amerikan drejt objekteve bërthamore iraniane. Sipas njoftimit nga vetë Garda, nuk do të ketë më një epokë të goditjes dhe ikjes, dhe çdo sulm i përsëritur amerikan do të pasohet nga përgjigja iraniane. Një paralajmërim ndërkaq ka qenë dhe ai ndaj Izraelit, ku është thënë se përshkallëzimi i sulmeve amerikane mund të sjellë fundin e regjimit sionist. Këshilli i lartë i sigurisë kombëtare e Iranit pretendon ndërkohë në një deklaratë se Garda revolucionare e Iranit dhe ushtria shkatëruan bazën ajrore amerikane në Katar në përgjigje të sulmeve të kësaj fundjavë kundër lokacioneve bërthamore në Iran. Këshilli thot më tej se numri i raketave përputhej me numrin e bombave amerikane të përdorura dhe pretendon se sulmi shmangu zona civile, me formulimin që sugjeron se ky do të jetë i vetmi veprim ushtarak nga Irani kundër Shteteve të Bashkuara. Zyrtarët iranian po shqyrtojnë mundësinë e shkarkimit të Ayatollah Ali Khamenei nga detyra e liderit suprem të Iranit, pasi vendi pësoi sulme ajrore nga Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara. Kështu thanë dy burime të përfshira në diskutime për The Atlantic në një raport të botuar. Komploti për të zvencuar Khamenei po planifikohet nga një grup biznesmenësh, figurash ushtarake dhe politike, si dhe të afërm dhe klerik të rangu të lartë, thuhet në raport, ku shkruhet gjithashtu se ata po flasin dhe me europianët për të ardhmen e Iranit. Të gjithë e dinë që ditët e Khameneit janë të numëruara, edhe nëse ai qëndron detyrë, nuk do të ketë pushtet të vërtet. The Atlantic raportoi se ish-presidenti iranian Hasan Rouhani po merret në konsiderat nga zyrtarët iranian për të patur një rol kyç, por theksuan se ai nuk ishte i përfshirë në diskutimet për të zvencuar Khamenein. Disa nga burimet përmenden se duan të arrijnë një marrëveshje me presidentin amerikan Donald Trump, ndërsa të tjerët dëshirojnë që Republika Islamike të përgjigjet sulmeve ajrore të SBA-s. Më herët gjatë ditës, përpara raportit të The Atlantic, tre zyrtarë iranian i thanë New York Times se Khamenei kishte ndaluar të gjitha komunikimet elektronike dhe kishte folur me komandantët përmes një ndihmësi të besuar nga frika e vrasjes. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ishte shënjestra e një komploti vrasje që do të kryej nga një pensionist ushtarak polak, i cili ishte rekrutuar për herë të parë nga Rusia Sovjetike dekada më parë. Kështu tha kreu i Agjencisë së Sigurisë së Brendshme të vendit. General-lejtnant Vasil Malyuk, kreu i SBU-s së Ukrainës, e detajoi komplotin e dyshuar në një takim të mbyllur me median ukrainase. Malyuk tha se veterani polak u aktivizua nga Rusia me një plan për të vrarë Zelenskin në aeroportin Jasionka të Polonisë, duke përdorur një dron dhe një pushk sniper. Vrasi i mundshëm ishte i magjepsur nga i det sovjetike, raportoi RBS, dhe i mbajti bindjet e tij për vite me radhë. Por komploti u pengua nga një përpjekje e përbashkët midis SBU-s dhe Shërbimit të Sigurisë së Brendshme polak.